Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka al-Mustafa, wa alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësit akonet Allah subhanahu wa ta'ala, së ati përgjëvom që të lavdrej dhe të begoj dërgurin e ti, Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të përgjëve. Të ndovë dhe zër, përmena në ligjratën e kalume, që ngjarja e udhëzimit nuk është ngjarje e njëjtë të krejt njerëzit. Dykun dallon ngjarja shkaku se si e vlerëson, dykun dallon ngjarja se si lufton për këtë udhëzim, po dykun edhe dallon shkaku i motiveve. Saktësisht, motivet e njerëzve mundën më konë ndryshme teksa e ka bërë rrugtimin për drejt udhëzimit. Me po ja pjesa e përbashkët e krejt udhëzimeve është vlera të qenit i përzgjedhur. Vlera e të qenit i përzgjedhur. Me po a përfundon këto vedia e plot e një të udhëzuari, nuk përfundon. Është një diçka që do duhet të ishte vlera e përbashkët e neve që jena të udhëzuar. Është friga për udhëzimin. Dhe realiteti në teren tregon që, domethënë, shumë shpesh na pajtohemi që jemi të përzgjedhur, pajtohemi që jemi shumë me fat, pajtohemi që ka ndodhur diçka e madhe në jetën tonë që jemi udhëzuar. Mirë po, as nuk e kena temë një pjesë e xhamatit frigën për devimit, ose frigën në mos që kjo vlerë po hup, ose në mos që kjo vlerë domethënë po zvetënohet edhe po shkon në humbje. Ekziston një domethënie që është domethënie shumë e këndshme, po të njëjtën kohë shumë e rrezikshme. Cila është ajo domethënie? Bujari nuk e tërheq bujarinë e tij. Nëse dikush është bujar, nuk hek dorë pi bujarisë tij pasi ka tregu bujarinë. Për shembull, mendoj këndo që është bujar ose nëse on vetveten tënde, nëse ki boni bujari, nuk je, nëse je njëri bujar, nuk thua mos i ta krysh veprën, më thonë çat dhuratën shatallash kthema. Apo? Tamam. Na po thonë është përzgjedhje, është dhuratë, është apo në shumë në këtë narrativ domthonë po e ngremi disponimin për me pa udhëzimin. Dhe Allah subhanahu wa taala është dhuruesi më i madh, dhe është bujari më absolut. Atëherë na këtë devimin pas udhëzimit, ose zvetënimin e udhëzimit, ose copëzimin edhe plasaritjen e udhëzimit, që e shohim shpesh. Ç'më shpjegu? Ç'është më shpjegu që bujari nuk tërheqet prej bujarisë së tij. Atëherë nëse Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë një copë udhëzimi dhe pastaj ke hub, ose ti ka dhënë disa domethënie pastaj i ke hub. Atëherë bujari nuk tërhiqet pi bujarisë. Çka ka ndodhur në këtë rast? Thot Allah subhanahu wa taala: "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum." Kur ata rrshitën, Allahu bëri që zemrat e tyre më rrshit. Domthon ti një herë dikun ki gabu. Ti dikun ki gabu, që pastaj ka ndodhur një tërheqje ose një humbje, domethënë e begatisë. Saktësisht devimi pas udhëzimit ose humbja e disa copëzave të udhëzimit. Dhe këto keni vëmendjen ku me përsërit këta disa herë. Domethënë mos ta menoni devim pas udhëzimit vetëm atë devimin e plot. Domethënë elhamdulillah ne nuk jena të tillë. Jo, ka devim pas udhëzimit, i kanë të do ibadetit tash nuk je. I kanë të disa bindje tash nuk je. I kanë të disa përcaktime të fuqishme sot nuk je. Edhe është një copës devimi, por që nuk ka ndodhur në këtë sferat e fetarisë, por ka ndodhur me një zonë të caktuar. Nuk është tërheqje e bujarit prej bujarisë. Kur Allah të privon prej një copë udhëzimi, mos ta ka thonë, nuk ka tërheqje e bujarit prej bujarisë, por është prishje e arsyes së bujarisë. Është prishje e arsyes së bujarisë. Kam shpjeguar dikun tjetër më xhan. Ç'i bë kjo? Allah subhanahu wa taala u tregu me ty bujar për një arsye. Nuk po himi shkakun arsye. Nuk po himi shkakun arsye. Kur të mungohet që arsye, mungon edhe udhëzimi. Është pavarësisht nëse kena drejt me mos shembull, për shembull ti je bujar ndaj dhëndrit tan. Ti je bujar ndaj dhëndrit tan. Po nëse motra jote divorcohet, prishet arsyeja për shkak e konën bujar me dhëndrin. Ti nuk je tash koprac. Shumë thon dikush, a e kon ti bujar? Po. A e kon zemërxhan? Po. Vazhdo me bujari. Jo, arsyeja për shkak e kon bujar me këtë se kon pas dhëndër, tash nuk e kam. A e kuptot? Që i bie nëse janë nismu të nalën shiu i udhëzimit, janë nismu të nalë shiu i bindjes, janë nismu të nalë shiu i butkuptimeve fetare, diçka ka ndodhur aty që ka kjo thatësi. Diçka ka ndodhur se Allah është bujar, prap Allah ka shumë shi. Prap Allah nuk i harxhohet shiu. Prap Allah ka të çef me të po me shi. Po u hub ajo arsyeja për shkak Allah e ka lëshu shiun. Shiun e udhëzimit, shiun e botkuptimeve, shiun e bindjes e kështu me radhë. Ndaj domethënë kur je begatu, ka ekzistuar një arsye dhe kur ajo mungon, begatia humbet,
nuk po duam të trajtojmë cila është arsyeja. Për arsye se kjo është një gjërat në veti, më po le ta theksojmë natyrën e ngjarjes. Domthon, kur Allah subhanahu wa taala të ka përgjithë të ka udhëzuar, natyra e ngjarjes është natyrë përzgjedhjeje, edhe natyrë, domethënë, e veçantie. Është një fenomen vëllazër. Zakonisht njerëzit kur e ndjejnë veten shumë përzgjedhët ose shumë të veçantë, dinë u lazdru. Domthon, nëse prej disa fëmijëve të babës ti ka më i përzgjedhuni, më i veçanti, zakonisht ky di mu bë më i lazdrumi edhe ky di mu çorodit pastaj. Edhe shpesh na të nënvizu shumë që Allah na ka përgjellë, Allah na ka përgjellë, Allah na ka përgjellë, çka ka ndodhur pastaj? Na e kena po vetën na xhenetlitë këta xhenemlit për rreth neve, apo? Edhe mas një periudhë na kena rrot të punë të xhenemlive. Na kena rrot të vedia e xhenemlive. Na kena rrot të mentaliteti i tyre. Don çysh ngojnë ata mos dunjos, ngojmë edhe na. Nuk dallomi shumë. Çka dallomi na, më na hek namazin, çka dallomi shumë pi xhailave. Më na hek një 2-3 mesele të feja, siç aty e kena pak pazarin pak më të fuqishëm. Çka dallomi? Domethënë, shkaku që sa i tuni shumë të përzgjedhën të veçantë, na jena lazdru. Edhe shpesh njerëzit kur lazdrohen, apo nuk e harrojnë atë munin derisa kanë ardhur te çfarë veçantia. Për asgjë domethënë njëri mallin e babës e shet shumë lehtë. Sa ai nuk u lodh. Edhe që kjo udhëzimi që ka ndodhur ndoshta para 10 vite, 15-20, që u kanë me shumë mund, çat shumë i lazdruar që harrua të farmuni, edhe tash në gjendje domethënë për pak e për shumë, domethënë me hub. Kisha pas dëshirë në vëllezër me na vizuni diçka. Na non stop e përmendëm se jeta është provë. Jeta është domethënë test. Allah në vazhdimsi ty të vën sprovë. Më po, a e kena vënë në spikom, si domethënia që Allah në vazhdimsi na e vën në sprovë udhëzimin tonë. Në për shembull kur folimi për sprovën, e mendomi sprovën e varfënisë, e mendomi sprovën e shëndetit, e mendomi sprovën mu prek në fëmijë, ku diun çka. Sa për shembull në mesin tonë ekziston si ide një diçka quhet mos provu udhëzimi. Nëni kum gu 500 derse, fitnja e parë mërzoj, joshja e parë më dridhi. Domethënë oferta e parë e gabuar me lëkundi. Ktu çka ka ndodhur? Se nuk ka ndodhur një ramje, para se mi thonë ramje, këtu sa të mi thonë mos provu udhëzimi. E Allah subhanahu wa taala përmend në Kur'an thotë: "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim." Ne kemi vënë sprovë ata që kanë përpara. "Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Allah ka më pa kush e ka për një madh dhe kush orranc. Allahu ka më pa kush e ka për një madh dhe kush është gënjeshtar. Domethënë, me 2-3 vitet e para të udhëzimit mos u siguro që e ki mor titullin që je, domethënë, i vërteti, i përnjëmenti. Ka përcyen në 10 vitin e parë do sprova, në 10 vitin e dytë do sprova tjera, në tretin do sprova, në katërtin. A disa njerëz domethënë kur u kanë i ri, e ka përcyer provimin kur i ka bë do vjetë kurit. Sepse Allah e ka bërë rregull ki mu vënë në sprovë. Dhe pjesë e sprovimit është me ta qitë Allahun në vazhdimsi, domethënë udhëzimin edhe bot kuptimit edhe bindjet e tua me të qitë domethënë në sprovë. Ndaj merrne si diçka që kisha pas dëshirë me ju met në kuadër të një ngjarje dhe pastaj po hinë. Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka përmend në një prej ngjarjeve madhështore, e përmend më shumë se sa një herë që na lazdromu prej ndjenjes së të qenit i përzgjedhur edhe ndjenjes së të qenit i veçantë. Po du me përmend një ngjarje në Kur'an që është më shumë se sa thjesht përzgjedhje, më shumë se sa të qenit vetëm i veçantë. Është një ngjarje, shumica e selefit e kanë komentuar që bëhet fjalë për, domethënë, Bel'am ibn Ba'ura, një burr prej burrëve të Ben Israelve, një dietar prej dietarëve të Ben Israelve. Shkon rasti i këtij. Ky e ka pasur diçka që është më shumë se sa thjesht udhëzim. E ka pasur diçka që është më shumë se sa veç udhëzim. Shkon kjo më shumë se sa udhëzim, thot Mujahidi për kët Bel'am ibn Ba'ura, që ka qenë thot sikur se Abdullah ibn Abbasi thot huwa rajulun yuqalu lahu Bel'am wa kana ya'lamu isma Allahi al-a'zam. Do të ka pasur emrin Bel'am, edhe u kon pe atyne që e ka ditë emrin më të madh të Allahut azza wajal. Ai emri që nëse i lutesh Allahut, Allahu përgjigjet, edhe nëse kërkon diçka Allahu ta jap. Është një diskutim, nuk po du me hitë këtë. Sikur se Ibn Zejdi thot, kana la yas'alu Allaha shay'an illa a'ta. Për çfarë do lloj kërkese që ju ka lutur Allahut, Allahu ka përgjigj. Domthon, e ka ditë emrin më të madh të Allahut, edhe e dyta ka qenë domthon mujabe da'wa. Aty për atyve robëve që Allahu ka përgjigj në çdo lutje. Që Allahu ka përgjigj në çdo lutje. Domthon, i ulzum edhe ti edhe Bel'ami, apo? Diçka Bel'ami ka më shumë se ti edhe se unë. E di emrin më të madh të Allahut subhanahu wa taala. E ka veçuar Allahu me dijen për emrin më të madh të Allahut subhanahu wa taala. Domthon përveç ulzimit. Edhe e treta, na kena pas sa herë na ka përgjigj Allahu dhe sa nuk na është përgjigj Allahu. Këtij Allahu ka përgjigj çdo lutje.
Këti Allahu ju ka përgjigj në çdo lutje. Kush është ky njeri? Ky ka qenë domethënë pe popullit kundërshtar të Musait alayhis salam. Edhe këtë popull e kanë ditë që është mujabe dawa, që Allahu përgjigjet në çdo lutje. Edhe kur vën Musa alayhis salam me popullin e vet për marrë me sundu këtë popull, populli vet vjen edhe i thon Bilamit, thotë megjithatë ti je njeri jon. Lutju Allahut kundër Musës alayhis salam. Ai thotë jo, thotë nuk guxoni me bëni diçka tillë, se kjo është shkelje e madhe dhe i dhënohet Allahu subhanahu wa taala kështu më radh. Edhe nisin populli vet me josh, nisin me ia dhon vëllë dhuratash e kështu më radh derisa arrin me e bind. Kur e bindin me lut kundër Musës alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala nuk ja lejon gjuhën e tij që mu lut kundër Musait alayhis salam, po gjuha e tij shkon në lutje kundër popullit vet. Edhe kur e kuptojnë ata se s'po ka rrugë çysh me shtim Bilamin me mu lut kundër popullit Musës alayhis salam, edhe në farë me dorëzon ky pastaj vetë e merr atë të pjetën, e merr të pozën, edhe i thot popullit vet thot, kështu thot Allahu, edhe mu lutun e kundër popullit, Allahu s'u përgjigjet për diçka të tillë. Ani pse jam i përzgjedhur tek Allahu me dijen e kështu me radhë. Thot unë pjo kallzoni diçka. Thot këta janë burra që mo ti kanë dalë pi shtëpie. Edhe thot janë nudhe, edhe janë të arë në luftë. Thot qitni vajzat e juaja që të bojnë zinata, edhe Allahu nuk e do zinon, e urren Allahu zinon, edhe ka me shkatru popullin e Musait alayhis salam. E rëndësishme ndodh një gjë të tillë, ata i nxjerrin domthon gratë, madje çikën e mbretit e porosit të ti munohemi shku Musait alayhis salam, po pastaj përfundon tek dikush tjetër. E rëndësishme, më në fund Allahu subhanahu wa taala çon një farë epidemia dhe shkatron një masë e madhe e njerëzve. Edhe Bilami del pjatë i venit edhe e shet domethënë që prej i përzgjedhur, prej i udhëzuar, prej që demrin e veçantë Allahut azza wa jalla, emrin më të madh të Allahut, prej njëri që Allahu ka përgjigj çdo lutje, u bë armik i Allahut subhanahu wa taala edhe del pjatë i venit, edhe thot transmetimi, thot i hyp thot një kafshë edhe del për jashtë. Derisa vjen thot me një pjesë, kur vjen me një pjesë të viseve ku kon të shku, thot nalet kafsha e tij. Edhe kur nalet ky thot diçka u ndodh, edhe pastaj i del shejtani përpara, edhe e urdhëron me i bë sejdë dhe i ban edhe domethënë del edhe ban kufër. Allah subhanahu wa taala keq ngjarje përmend në ajetet kuranore ku thot kështu. Thot watlu alehim naba alladhi atainahu ayatina. Kallzoja dhe recitoja njerëzve ajetet edhe ngjarjen edhe rrëfimin e atij që ne i patmi dhonën argumentet e tona. Atij as emrin. Atij që ja patmi dhonën argumentet e tona. Do më shumë sa veç ulzem, edhe do ajetet veçanta ky ka pas. Thot fansalakha minha, dhe ky u rrjep prej tyne. E ka përdor Allahu rrjepjen, sikur kur rrjepet kafsha. Domethënë, nuk është me hek mishën, se kmisha heket ma let. Likura o zor mu hek. Allahu s'ka thonë u zhvesh pi dijes çka e dhash. Po ka thonë u rrjep. Domethënë u konën çaq i mishërum me takvallëk. Çaq u konë i mishërum me ulzim. Vën momenti një joshje, një dhurat, një mashtrim, domethënë sikur se me hek likurën. Thot fansalakha minha. Dhe ai u rrjep prej mësimeve që dha Allahu azza wa jalla. Fa atba'ahu ash-shaytan. Edhe shejtani i shkoi mas atij. Fa kana min al-ghawin, edhe mas promti u bë prej të humburve. Thot walau shi'na la rafa'nahu biha. Me pas dash na e kishmi ngrit me çat diesha e kena dhënë. Me pas dash na e kishmi ngrit. Walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa. Me pa i dashti akhlada, thot Allah azza wa jalla, akhlada ila al-ard, sikurse e pa jetën e kësaj toke jetë përjetshme. Thot çaq u lidh me jetën e kësaj toke, sikur këtu kom për gjithmonë, ahireti nuk është për gjithmonë. Thot u dhama sa jetë sikur kjo të ishte e përjetshme, wattaba hawa, edhe ndjeki epshin e tij. Famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Shembulli i tij sikurse shembulli i qenit, edhe nëse i jep, edhe nëse nuk i jep, sërish ai domethënë dëhit edhe nxjerr gjuhën. Mon njëri i pangop, njëri i pacip, njëri i paftyr, apo e krahason Allahu subhanahu wa taala me shembullin e qenit. Pse na u dash ndër vëllezër me e përmend çket rast? Ose pse duhet me e ndërtu çket narrativën që kena sot, domethënë të devimit, pas udhëzimit që ndodh në formë të heshtur, pse duhet pa pikërisht të ky rast? Se ekziston një lloj lazdrimit të udhëzumit. Domethënë e sforcojnë domethënë të qenit veçantë të përzgjedhën, edhe pastaj mendon, sikur domethënë na e kena marr titullin përjetësisht. E kena marrën vlerën të paskadueshme, po nuk është diçka e tillë. Krahas ju konsideroj që rasti i Belamit na tregon diçka. Është arritja e madhe me fitu titullin,
Me po sikurse në sporte që ka mbrojtje të titullit, edhe në udhëzim ka mbrojtje të titullit. Sikurse në ato arritjet në karrierë shkencore që duhet mi mbrojtje ato titujt akademik, ato gradat shkencore që i kim rri, duhesh me i bë do punime shkencore, apo që ashtu është edhe në udhëzim. Domethënë e kim rri, alhamdulillah. Të është dhënë, alhamdulillah. Ndoshta udhëzimin e parë kim marrë me 5 minuta të ka fol dikush. Ky është titulli i fituar. Tash sprovohesh apo e mbron titullin, apo nuk po e mbron titullin. Që i bie, bujari nuk tërhiqet me bujaris. Po nëse mungon arsyeja pse është shluajë bujari, mund domethënë robi me hum. Ndaj ligjata propozuar prej organizatorëve është devimi i heshtur si humbet udhëzimi pa u ndier. Saktësisht si humbet udhëzimi pa u ndier, përgjigjja e parë që kjo, kur nuk e ki projekt mbrojtjen e titullit. Domethënë arsyeja e parë pse devijojnë vllaznit, arsyeja e parë pse devijojnë motrat, nuk e ka projekt, nuk ekziston, nuk s'po duhet më nxjerr në pyetësor për shembull. Për juve ose për tjerë që ngojnë, këta më thonë, a e ke menuar si ide që duhet me mbrojt titullin? Ose për shembull, a ekziston te musliman për shembull si ide mbrojtja e rezultatit? Për shembull, ta ka mësuar Allahu subhanahu wa taala me arrit një rezultat në Ramazan. Apo? Edhe çaj rezultat sot ka shoqënu ose sa ki luftu për me rrit rezultatin me mri Ramazanit tjetër me çat rezultat. Krasye, joshjet në vëllezër, se kjo është një defekt në kuptim. Joshjet na që i kena në fetari do të me pas konsiderat që nëse nuk përfundon na çka përmeni hoxha se ligjrat ekonomike, nëse nuk përfundon bindje, na kena problem në thelb. Domethënë, nëse ti për shembull i jep fëmijës tan një libër, edhe ti e sheh që ai nuk është mjaftueshëm i vetëdijshëm çfarë vlerë ka libri, apo? Edhe i thu, lexoj çiket libër e ki këtë dhuratë. Shtrohet pyetja, synimi jot, a është dhurata apo libri? Libri është. Mirë, po libri është synim i mëvesishëm apo është urë drejt një qëllimi tjetër? Është urë drejt një qëllimi tjetër. Për çka lexon njëri? Për me ngrit vetdijen. Që i bie ti gjallat ibadet, gjallat ato derse. A janë ato thjesht një checklist për me e bë, a është domethënë për me ardhur deri te bindja në Allahun subhanuhu teala? Domethënë shpesh investimi në feshke, nuk e kena investim për me na u kthy në bindje. E kena një investim për me bë numra, kaç hatme, kaç dhikr, kaç namaz me xhamat. Këto janë numra, këto nëse nuk kthehen në bindje, atëherë i vjen që projekti nuk ka kohë sukses. Për arsye, cila është arsyeja e parë pse njerëzve në heshtje ju dobësohet udhëzimi edhe ik, se nuk e ka projekt mbrojtjen e titullit. Nuk e ka agjend mbrojtjen e titullit, domethënë të fitum ose domethënë titullit që ju ka dhuru, sepse kjo po tingëllon sikur na kena punu për më konë që ta. Na këtë dimi se udhëzimi se se bineve konë mrekulli. Se se bineve dimi që konë një moment që vesh ta ka qelë Allahu zemrën edhe elhamdulillah i udhëzu. Saktësisht, çka i bë më konë i udhëzum, ose çka i bë titulli i udhëzuar, kjo është temë gjon, lyp varg mësimesh, ndoshta disa pikë këtu do të thonë mundi me gjithë të seria e ubudies edhe seria e plogështisë. Mirë po, kisha pas dëshirë me nënvizuar një fakt. Nuk kena me fol tash për arsyet e zhurmshme të devimit. Ka do arsye të devimit ato janë zhurmshme. Për shembull, një vëlla detenat i pason pabesimtarët, detenat kompleksohet për pabesimtarëve, kjo nuk është e heshtur, kjo vëlla shiqar është, kjo nuk e di pse befasohet kjo që ka deviju. Kjo vesh mundesh më befasu se s'devijove më në 6 muajve. Se domethënë nëse ti i qet model të jetës pabesimtar, ose nëse dikush fjala bie për shembull absolutisht është zhvesh, ka dalë pi xhamatit, nuk vën xhami, nuk vën derse, nuk shkon kurkon, familjen e ka orientuar, kohë domethënë larg konceptit fetar të jetuar e kështu me radhë, domethënë nuk e di ç'është devijove. Ktu është nuk e di ç'është mujt me nejt nu dhe alos ki dal, se kjo është befasim me met, jo befasim me dal. I na do vol tash kryesisht për atë pjesën që ka një lloj heshtje, vën si fshehura e devimi, edhe dobësimi i udhëzimit, e nuk kam të fol për ato që janë të zhurmshme, sikur që është shitja, sikur që është mosguzimi edhe zmbrapsja, sikur që është ndjekja haptazi e shejtanit e kështu me radhë. Mirë, po edhe këtu në heshtje, këto arsyet në heshtje, nuk pretendoj që janë 10 këto të vetmet, se ka edhe të tjera. Mirë, po kom përgjedh 10 vetëm si një piknisje, se kjo realisht nuk është temë që duhet të trajtojë për një hoxhë. Kjo nuk është që është temë që duhet me morën fakte në terren. Këtu është mirë me mush me plotsu pyetësor. Këtu është mirë për shembull secili rastin që e det dikujt afër kështu me radhë me mbledh sa më shumë databazën e pas fuqishme për me marrë me konstatime se që kjo t'ja prishën, domethënë fetarëve tonë. Domethënë e para është, arsyeja e parë është mungon projekti dhe ideja dhe mentaliteti që titulli i fituar duhet më mbrojt.
A një herë të sprovon Allahu në vit, a 2, a 3, a 4, vazhdimisht sprovosh apo e mbron titullin apo nuk po e mbron. Arsyeja e dytë është ndjenja e sigurisë. Dhe kjo është përmend te plot piselefit që njeriu bashku nis mundi i sigurt, ja nis devimi mirë. Mon ideja që s'ka Allah pse pe bani çka shtem të madhe. Ose a çaçë punë, a çaç, domthon ne kemi një pendë që fryma e parë në horizont, jo nuk është ashtu. Sa fjalë selefit i ki që zemrat e muslimanëve janë sikur se gjethet na për trupa pemësh që një frymë i horizont. Domthon ata nuk kanë fol kutora. Ata kanë po realitetin që gjasat e rrezikut janë shumë të mëdha. Domthon ajo është aty të kanos, dynjaja, shejtani, nefsi, kultura e dopt, mungesa e sabrit, shumë shka, kjo këtë banë që ty të predispozon, lesisht domthon mu rrëzu, domthon në test provat që ta rrezikojnë domthon udhëzimin. Moment që ti e ngre alarmin, që këtu ka rrezik, gjendja është më e mirë. Moment që hek alarm, domthon nuk ka ndjenjë rreziku. Domthon në situata kritike, sidomos në momentet dhe periudhat e dobësisë dhe të mëkateve. Domthon, kur robi është në gjendje dobësie, edhe mëkatimi, edhe njet shumë i sigurt, kjo është shumë e predispozuar me deviju. Sepse nuk ka njeri pa gabime, nuk ka njeri pa lëshime, nuk ka njeri pa periudha të dobësisë. Amo niu bile niu i kërsnu. Bile niu keq, bile bane alarm, bile mundo me bën që nuk ka tema në rregull. Kërësia thot Allah subhana, fa aminu makra Allahi, fa la amanu makra Allahi ila al-qawmi al-khasirun, a mos punien njerëzit sigurt prej dënimit të papritur të Allahut. Thot nuk nien të sigurt prej dënimit të papritur të Allahut, vetëm njerëz të prisht, vetëm njerëz të hupt. Ki huvulla jam, ki dalë projektit. Moment që e menon që s'ka Allah këto rrezik, çu s'ka rrezik. Më thonë një mëkat që e ki tan viti, një mëkat që e ki tan kohë, një mëkat që e ki në punë, një mëkat që e ki në vazhdimsi, edhe nuk e kthen projekt me dal. Kjo është rrezik. Moment që e ngre ndjenjën e pasigurisë, me len Allah domethënë menohet që ka me pasën siguri. Ortin domethënë në akide, dhe këtë e kena diskutuar disa herë edhe me xhallar, po edhe na përderse, domethënë shpesh na e kena mësuar akide më shumë si definicion edhe si dogmë, dhe pak e kena mësuar si për me ndrejt zemrat e tona. Për shembull, mesela imani shtohet edhe pakohet. A mesela për mu dallu pi murxhiave? Apo është edhe për mu bëj ibadetxhi edhe mu bë musliman i mirë? Mund të vesh ku i shtohet edhe pakohet. Çka fjala pakohet apo tingëllon e rrezikshme? Po kjo përbën rrezik. Në njëri që e di, ka akide këtë, se imani shtohet edhe pakohet. Shtohet me ibadet, pakohet me shka? Me mëkat dhe mosbindjen te Allahu subhanahu wa taala. Domthon, atë rrezikon, a ndjen që këtu ka rrezik? Fjalia është e rrezikshme. Nuk ka thjesht akide me kazu ku i kena domethën me përcaktuar demarkacionin e bindjeve mes neve dhe të tjerëve. Pasi e kanë pyet Imam Uzai, thonë, ç'kjo shtohet, ç'ka i bë? Ka thonë shtohet derisa të bëhet si kodrat. Thotë kjo pakohet, derisa smet asnjë kokër imoni. Mundet me shku tu paku, derisa smet kur gjë domon pe imoni. Kjo rrezik. Ose që ka thonë Abu Darda radiallahu anhu, thot njerin për me pa është njeri i meqëm, thot këshyre thot apo bën llogarit imanit, pishtohet pi pakohet. Nëse nuk ekziston një matje, nuk ekziston një vetë llogaritje, nuk ka gjasë që krijohet një ndjenjë sigurisë e pastaj bash shejtani kur e ndjen edhe vëre që ti tuni i sigurt, çatëret më shon. Çatëret më shon ndoshta bash pjesën që nuk e ke menuar dhe nuk e ke prit. E treta në vëllezër, pse në mënyrë të heshtur disa njerëz devijojnë ose pikana vën pa e ndjetë devimin, është zvetënimi i temave qendrore. Domethënë, asnjëri prej neve nuk është i përkryer. Ama edhe kur ti na adopt do tema do të mi pas fuqishme. Na edhe kur jena ndoshta i na dhon mas dynjasi, i na hub, prap do tema do të mi pas fuqishme. Ose për shembull, nëse eventualisht e kena një periudhë që na ka mujt shejtani, na ka mujt nefsi, na ka mujt rrethi i keq, prap do tema qendrore do të mi pas fuqishme. Mos miliona të mu dobësu, mos miliona të mu zvetënu. Për shembull, tema e ubudijes, që ti je rob, kjo është temë e fuqishme, këta në vazhdimisht do të mi fol vetes. Tema që ti je pasuesi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo temë qendrore këtu vazhdimisht do të më përsërit. Ose për shembull, tema që ti dush më bogati për ahiret. Kjo temë e fuqishme, nuk guxon më të dobësu kjo si temë. Domthon, dobësohen do për shembull na që tash me pa një vëllai arabie që një sunet të dukshëm pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u kon pak më mirë e u lshu. Na alarmohu më njëherë, e mormi si alarm. Po nuk e mormi për shembull nëse e shohmi që në temat e tona mungon tema e ahiretit. Nuk folmi shumë për ahiret. Nuk folmi shumë për jetën pas vdekjes, nuk folmi për momentin e vdekjes, nuk folmi që kena do të jemi një ditë banor të varrave. Domthonë, këto janë tema qendrore, më bëmë të hik çdo tema.
Domethënë nuk është larg mundësia që kam të dobësu fetaria, edhe rrjedhëmisht mund të çel domethënë rruga e devijimit. Ose për shembull me kriju neveritje pe haramit. Ajo temë qendrore. Ajo është temë qendrore, nuk është temë periferike, është mirë në herë me na fol në hoxh, jo. Aty edhe kur s'ka agjend të çatë temë, ti dush mi fol vetë për çato temë. Ti në vazhdimisht sikur për shembull ta zon gjeneratat e mëparshme që e kanë mbjell te vetvetja edhe te pasazhet e tyre që harami s'ka bereqet. Harami kam të kthy në shtëpi, harami kështu, apo? Ai e ka sforcuar si temë, që eventualisht edhe nëse dobësohen te pikat e tjera, çtu mos mu dobësu. Sikur që ka qenë tek ata, edhe pse kjo padyshim që ka qenë gabim, mirë po ka qenë në kuadër të kësaj shem të thonën, për shembull ata të cilët kur e kanë pasur që në familjet e tyre s'po dojnë më rreshtu mirë kafeja, bile u kanë sforcuar temën e agjerimit, edhe të Ramazanit. Po flas për atë periudhën e mëhershme. Ajo ka pjesë që di fikut, që do tema duhet mi pasi të palëkundshme. Kështu që nëse ti zvetënon temat qendrore, e hap domethënë rrugën për me u dobësu. E katërta që është më e shpeshta, është prishja e ekuilibrit të zemrës. Prishja e ekuilibrit të zemrës. Saktësisht fetaria është përfaqshme, fetaria nëpërmjet veprave, fetaria nëpërmjet matjeve, çka bën edhe çka nuk bën, edhe ku mëkatova dhe ku nuk mëkatova, bën shpesh që më menut që fejen kimë mat vetëm me çtu tema. Edhe çka ndodh, ajo pjesa e lëndës djegse, nëse kam drejt mi thon, lëndës djegse që ty të vyn për më vën lëvizje, që është e zemrës, është domethënë lëndë e dobët, e pakët, ajo nuk mundet me çugat. Pra si Ibn Jauzi thot, rruga drejt Allahut azza wa jalla thot nuk është rrugë që ecet me këmbë, thot është rrugë që ecet me zemër. Edhe tash sikur energjia e këmbëve çlon dikur. Domethënë, e çuditshme, habitshme, ku diunë, në fillim të udhëzimit e kom pas çiket e lan tash nuk e kam. Jo, është me vërtetë është, se në fillim të udhëzimit dashnia për Allahun e ke pas shumë të fuqishme. Dashnia për Allahun është ibadet i zemrës. Yerhamukallah. Domethënë ti veç ki pas qef në fillim të udhëzimit për Allahun me të fol. Kjo shka tregon. Dëshira për me fol shumë për Allahun, ha tregues që ti mirë ki pas me adhurimin e quajtur el mahabba, dashnia për Allahun. Që kjo konën lënda djegse që ty të ka vënë lëvizje. Kjo ka rënë lëvizja nalët. Është natyrshme ti nuk mundesh me dal pikë këtij realiteti. Sigur se thot Ibn Jauzi, thot Allahu, thot keni vëmendje, thot keni frikë, runu mos me idhnu Allahun fsheharazi. Runë thot mos me idhnu Allahun azza wa jall të pjesë e brendshme, të pjesa e fshehur, të pjesa e zemrës. Për shembull, me pa Allahu që tu ka lidh zemra me dikant tjetër krahas Allahut. Ose për shembull, me pa Allahu që tu ka mbështet zemra te dikush tjetër krahas Allahut. Domthon këtu energjia e shpirtit be. Për shembull, kush e bën sot një musliman më të sigurt? A të vekulin Allahun azza wa jall për rrezikun apo shkollimin mirëfillt? Apo që drejtimin të cilin është u shkolluar është drejtim që ka perspektivë? Apo domthon lidhet e fuqishme që i ka domthon me një subjekt për më punsu. Kush e bën më rahat? Ku njihet më rahat që domthon kjo punë është e kryer, s'kisha shabash më rahat. Ai që ka të vekulën Allahun azza wa jall nuk e lidh me sebepet. Sebepet janë relative, mund të kon këto, mund të kon tjera. A mund të ketë a sheh Allahu nuk e sheh? Ose a sheh Allahu azza wa jall për shembull? Mbështetjen tonë në Allahun për edukimin edhe udhëzimin e fëmijëve tonë. Domethënë nuk kena çmos më mor sebepet. Përkundazi, sebepet tregojnë që ti e ki prima se ki për një. A më nënën tjetër për shembull, ku na gëzohu më shumë? Atë një ligjërim i mirë, atë një mësim i mirë, atë një nënë edukatore, atë një ambient i mirë, atë çështje që jo, alhamdulillah, i kemi mbështetur Allahut, me Allahun, me ndihmën e Allahut kanë udhëzuar këta fëmijë. Domethënë, pjesa e zemrës kur prishet ekuilibri, kryesisht i koncentrimit të fetarisë te pjesa e dukshme, bën që pastaj fatkeqësisht, domethënë zemra më kanë e vobekt, e varfër edhe më shumë me pas domethënë rezultat, e pastaj dikur harxhohet më ajo lëndë djegse, edhe nuk mundet me çut e para. Kështu që këtu në vëllezër është një diçka që kisha pas dëshirë në vizu. Është një befasi e keqe, por realisht domethënë e frikshme, ku njerëzit nuk bëhen gati për dimër, apo nuk bëhen gati për dimër, nuk kanë zahire për dimër. Edhe rrjedhimisht pastaj kur ju vjen dimri, habitëm se një dimër i but i ka qitë për tokë. Një dimër i but i qetë për tokë, po jo dimër i but. Ti edhe vjeshtat qetë për tokë nëse nuk bësh gati. Edhe vjeshtat qetë për tokë nëse nuk bësh gati në pranë verë edhe në verë. Domethënë, ti duhesh për shembull para se me tar sprovat, para se me tar joshjet, para se me tar ofertat, ti u dosh me investu në bindje. Bindja është adhurim i zemrës. Është e qartë. Ti s'ke një lloj dimër me harç. Ti një dimrit thot. I të një dimit padrun, shumë normale që ti domethënë ka me të kap grica. Kryesu domethënë që ekuilibrimi ose humbja e ekuilibrit
të raportit zemër edhe vepër të gjymtyrëve, domthon ban shumë të raste domthon që njerëzit më lëshue ky takat edhe rrjedhimisht me deviju. E pesta, e që është kjo realisht propozim mu trajtu më xhansisht sepse po i përmeni vetëm si pika, një prej gjanave pse në heshtje vend devimi edhe severe, relaksimi me thymjen e beslidhjeve. Domthon bëhet shumë normal me dhon Allahut besën dhe shumë normal bëhet pastaj me thyje. Domthon, nëse ja ke dhënë Allahut besën për do farze, domthon ti kushtimisht me fol me gjuhën pak ma tromp, dush mu kur e ke thy besën. Jo me mor çast let. Jo që nuk kena, jo që po pretendojmë mu bë enxhuj, ama bash besën me thy, mu relativizu beslidhja me Allahun subhanahu wa taala. Kështu që kjo është një realitet në vëllezër, shumë shpesh te kohën bashkëore që krijohet një lloj fetarie që rënja në mëkate dhe thymja besave është e njëjtë, nuk është e njëjtë. Rënja në mëkate është domethënë një diçka që trajtohet me një tjetër trajtesë. Ka diçka që quhet për lyrje me mëkate, ka diçka që quhet rënje, ka diçka që ka mujt nefsi, ka diçka që ama kjo është beslidhje, ti ke dhënë besën, ti ja ke menuar që të dhënë besën Allahut subhanahu wa taala. Për arsye, nëse njëri e mbërthani frikë për udhëzimin, edhe për jetëgjatësinë e këtij udhëzimi, edhe e menon për shembull, ku e ka pjesën më të rrezikuar të tij që mundet me udhëzimin. Edhe bashkë aty më dhon besë Allahut, edhe bashkë aty më shku me thy. Kjo është një formë të, domethënë të pezmatimit të idhënimit të Allahut subhanahu wa taala dhe rrjedhimisht domethënë të dëbimit të robërit prej Allahut subhanahu wa taala. E gjashta që është më e butë se kjo, është normalizimi i mëkateve dhe familiarizimi me to. Domethënë prania e një gjunaje të njëjtë ose rënja në gjuna dhe pendimi i shpejt, ose përlymja për një periudhë dhe pastaj këndjellja, kjo është një tjetër situatë. Ama mu të normalizu mëkatet, edhe pastaj mu familiarizu me to, ose ajo më e keqja, pastaj me mujt me legjitimu ato, tu krejt janë me ta qelë udhën për me deviju. Tu janë krejt janë me ta qelë udhën me deviju dhe rrjedhimisht, për shembull, ambientet me përzirje, ose ambientet e kom për qëllim të përzirje të gjinive, ose ambientet me instrumente të ndalume, e kështu me radhë. Domthon, ato janë ambiente për shembull që ti parimi ditë që është dispozita. Ama kur ty normalizohesh, nuk është çudi nesër që edhe një postim kimë nxjerr me muzikë. Se nga ajo vjen. Edhe pastaj kam ardhur një moment që është edhe një domethënie interesant, njëri ka bënë një video, ani pse ka muzikë nuk e ndjen se jetu normalizuar. Pastaj nga edhe televizionin që e ke në shtëpi, edhe produktet edhe kontentet që shpërfaqen që ka muzikë, ka harame, ka atë kot, ndoshta edhe këtë shtëpi kemi kështu. Kadar ka mund të normalizuar. Edhe mos mund të më thonë, jo, pse problem peshe këtë? Jo, ti nuk jete po problem se ti ke ndryshu. Mirë po, që ndryshim quhet normalizimi i mëkateve dhe jo largpamësi ose shikimiri ose leximiri. Thjesht tu ka bë normal gjunoj. Tu ka bë rrafsh. Edhe jo vetëm kaq, ja ka nisë mu bë pjesë e jetës. E më e keqja është kur kjo pastaj domethënë nuk krijon ndjenja të alarmimit nga regresi. Nis me e shet që i tu shku te mas, po nuk ka që i tu po marak. Ose nuk jetë, në fjalla bje ndoshta përpara, me një të dëgjuar të një mëkatit, me një ki boj istighfar. Po tash ndoshta edhe, je i relaksu 20 minuta, 30 edhe nuk e menon një gjatë të tillë. E shtata që është friga, sidomos te muslimanët e dhonën pas karrierës, është humbja e qartësisë dhe e ngjyrosjes. Sibghatullahi wa man ahsanu min Allahi sibgha. Ngjyrosja Allah dhe kush ngjyros më mirë se Allah. Domthon ti a je mishëruar me vlerat e Islamit që ato mu kthy në ngjyrë dhe identitet joti. Edhe rrjedhimisht pastaj domethënë ti më kon qartë azit që unë jam këtu, nuk jam diku tjetër. Domethënë prej larg kur të shet dikush me të identifikuar çështo ose pe banalizoj. Në një moment që je kon dëshmitarin i ngjarjes, ka ndodhur një krem nudhe dikun, apo? Ka ndodhur një krem nudhe ti ke qellu. Ke qellu çaty. Edhe të vinë organet përkatëse me të morën për dëshmitar. Edhe ata qytetarë thonë, po u kanë edhe ai. Kush është ai? Ai i devotshmi. Ai fetari, ai vllavi. Apo më përpara kanë thonë ai profesori, ai ky dhe ai. Me çka kanë me të identifikuar më përpara njerëz? Cilon ngjyra jote kryesore? A pe kupton çfarë më thonë? Domethënë na tash ditë më shumë e kena një trend të fetarisë domethënë të heqjes së ngjyrave ose të marrjes sa më të butë të ngjyrave që mos mu dallu shumë me vlerat e tona të fesë. Jo, na duhet mu ngjyros fuqishëm. Sepse nuk ngjyros mu fuqishëm jemi të paqartë. Fillimisht jena të paqartë për fëmijët e tonë. Imagjino për shembull nëse ti me bashortën tënde mirësh vesh me zbut do tema për një periudhë caktuar. Edhe pastaj kjo krijon paqartësi te fëmijët e tu.
Nëse fëmijët e tu nuk e dinë shqipe devotshmëria, shqipe këtë tjetra. Edhe rëmish pastaj këtë formën e zbutjes së kompromisit që i na mor vesh, ky e menon se ç'kjo dini Allahut. Kur vend dikush më ka kallzu shqipe, thot ka ardhur dikush me ekstremizëm, sepse mungon qartësia. Për arsye mungesa e qartësisë, edhe mungesa e ngjyrosjes hap udh për devijim, por jo vetëm. Kom frik, që një pjesë e madhe e muslimanëve rrin të paqartë, edhe të pangjyrosur, por me lënë derën qel, por muri përcaktu. Se nëse ti shikon familjen tonë në fisin tanë, je shumë i qartë që tu janë haram për neve, je shumë i qartë që tu janë prioritetet tona, pastaj me bë me ndryshu ata kanë më thonë, po ti shumë i ke dhënë zor këtyre temave. A ku nuk je shumë i qartë, dhe nuk je shumë i ngjyros, ti shumë lehtë kalon natona. Për arsye njerëzit ku nuk janë shumë qartë, lënë më në kuptues sikur po le derën qel apo njëri përcaktim. E kjo nuk është domethënë e denj raportin me Allahun. Domethënë kjo është e ulët me Allahun. Imagjino për shembull se dikush, edhe pse shembull më i lartë tek Allahu subhanahu wa taala, nëse dikush ti kanë e fton në darkë. Edhe je ki bë gostin më të mirë. Edhe tan kohën bëhet kishe po ha, po nuk ka të hungur. Bëhet kishe po ha, po nuk ka, dhe pastaj ti e kupton se ka një ftesë mos i dalë pyetje me shku diku tjetër me hungur bukë. E kuptot? Domethënë ti je te tryeza e Allahut, ti je te tryeza e Islamit, por ruhesh se mos po ngjyros na shumë. Mos po dukna shumë qartë, mos po dukna shumë fetar, mos po dukna shumë. Domethënë ç'kjo mos po dukna, i bie që si mos ngina këtu, ngina çe tërkon inshallah. Me shaki mungin nëse del pi vlerave, domethënieve të fesë Allahu subhanahu wa taala. E teta ndërlëzër është humbja e modelit. Humbja e modelit, kjo është çdo ditë na ushtu si problematik. Domethënë, çdo gjenerat kur ullzohet, nëse ullzohen për shembull gjenerata e 2000-shit, aty ta zon mrena 10 vetëve njëri është më model në përcaktimin çka i bëj devotshëm, çka i bëj përkushtuar, çka i bie vllai i mirë kështu më radh. Çka po ndodh? Shpesh këta pastaj domethënë, këta dobësohen dhe këta të cilët e kanë pas këtë si pishtar që kanë shku mas dritës këtij edhe këta bin. Për arsye nëse ti takon një kolegjiumi shoqëror, cilët e keni pas filanin dhe fistekin si model, dhe modeli ka ra, doni me të shpejt me gjetë modelin tjetër. Sepse nëse bëhen shumë thjesht mungesa e modelit, pastaj ka gjallë që vjen një moment nuk e dini ç'i bë mas mirti. Edhe nuk e dini ç'i bë domthon istikami, nuk e dini, po flas nuk e dini ç'i bë me praktik, jo nuk e dini ç'i bë me elm. Se me elm na ders mojm. Po ç'i bë me jetu çetu. Edhe mos më e ndor pikë ti badeti, edhe mos populloj me këtë mëkat, këtë na duhet me pa edhe të përkthyeshëm. Ndaj domethënë kriza e modelit është kriza më të madhe të kohës bashkëore dhe rrjedhimisht domethënë po e krijon një situatë domethënë që po i hap rrugë domethënë devimit. E nënta edhe parafundit është përzierja me të tjerët duke qenë inferior. Se na skinaqara pa i përzime të tjerë. Jena pjesë e kësaj shoqënie, jena pjesë aktive e kësaj shoqënie, kena mundu me bësh shumë mirë për këtë shoqëni, kena më bota vet, jena pjesë gjithkon, ama jo inferior. Jo inferior, nuk mundet më kanë si përor kundrejt teje dikush i cili nuk i bindet Allahut. Nuk mundet më kanë si përor kundrejt teje dikush i cili është i predispozuar u djeg në zjarmin e xhehenemit. Nuk mundet më kanë dikush si përor kundrejt teje i cili nuk e di pse jeton. Nuk mundet më kanë si përor kundrejt teje dikush i cili nuk e ka udhëzimin e Allahut dhe udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domthon ti je shumë lart. Pse më përzim të tjerë të mendjenit të inferioritetit? Arsyeja kryesore është ajo që ka përmendur Ibn Khalduni. Thot në muqaddime thot mposhtësi zakonisht është ligj, mposhtësi e bën të mposhturin që ta ndjek atë, ose imposhturi e emiton mposhtësin, i dopti e emiton fuqishmin. Po ti tash duhet me mot, ku i fuqishëm ai kundrejt neve? Është me dynjë, me politik, me ekonomi, me atë, me këtë. Krejt gjëra relative. Krejt gjëra që kur ta preksh kulmin vllazni, kulmin e këtyre gjëra ku ata janë të fuqishëm, nuk zgat më shumë se 10-15 vjet në jetë. Çfarë është kulmi kësaj pune? Ati të bo gati për një ahiret i cilë është i përjetëshëm. Nënë që pezomi, që të andrash e ti i kimi bon 40 ose 50 vjet, Allah ti mëson i bon 25. Çka masajna? Përfundoj misioni jetës? Përfundoj projekti jetës? Nuk mundët kjo më kam më e fuqishëm se ti. Se projekti ti është shumë i skadushëm, shumë shpejt del. Edhe këta shti me emitu këtë, pa dyshim që kjo të hapë rrugën, pastaj do me shku rrugës e ti edhe rrëdhemish me devju, edhe dhjeta që meriton shumë sime për këtë, është mos menaxhimi i mirë i rënjeve dhe i dobësimeve. Mos menaxhimi i mirë i rënjeve dhe i dobësimeve. Domthonë, këtë pejgamber të Allahut i ka mësuar shokët e vet me bëj istighfar. Ai ka mësuar me bëj istighfar veç ditën e parë të udhëzimit në vazhdimsi. Në vazhdimsi se çështu menaxhohet se na njerëz, na dobësomu.
E jo për shembull vend derse edhe elhamdulillah i derse kështu më radhë, momentin e parë që tregosh i dop në domokat, më thonë jo ne s'ka kur gjopi me. Jo, mësoj me menaxhu këtë situatë. Dobësohesh ose ndoshta me vite të tëra sun po hek dorë pi doni pjesë të dopt vetaris. Mësoj me menaxhu, kada densa të përmirësohesh. Ideja që ja çish duhet, ja pelo krejt, i bën shumë njerëz me deviu pas udhëzimit. Sidomos njerëzit që janë idealistë. Sidomos njerëzit që kanë shumë, domethënë, përcaktime të fuqishme, janë njerëz shumë vendosë. Kur që e gjon vetën që unë skuksha. Domthon zoro mu mojt bashkë çish janë këtu mësimet. Shpesh ta njerëz e gjejnë një kurth pe kutave çetoni që i thot le krejt. Jo, nuk ka le krejt. Menaxhoje. Amo po më vën marrë pi Allah të fargjinojmë të bëm. Menaxhoje ktheu. Po më vën marrë mas që ti mësimi, mas që ti dersi, mas që ti ibadeti, rash, gabova. Menaxhoje se Allah s'ta kam shel derën. Mos menaxhimi i mirë i rënieve dhe i dobësimeve i bën shumë njerëz me deviju. Ndaj këtu kisha pas dëshirë me analizu një fakt. Shpesh ndodh ndër vëllezër që disa ligjërime fetare tingëllojnë të mira, mirë po janë dëmshme te kjo pjesë. Por kush nuk e bën çeket, i ka sifatet tek ti, kush e bën çeket është çështu, këti si vën marrë pi Allahit, këti, këtë është e qartë. Ama nuk do të më kriju ndjenja të huajtjes edhe diferencimit prej Zotit. Ki je dobësu, Allah të falë, ban tobe, që përpjeku alë njerë. Prap je dobësu, prap përpjeku. Po me në marrë, prap përpjeku, se s'ki që të qare, nuk ka zgjidhje mu largu pi Allahut. Për arsye shumë t'jem tri, sidomos kjo ndodh te periudat e para të udhëzimit, që e kanë motivin shumë të fuqishëm, edhe ndjenjën për me ndjek modelin më të mirë të sahabëve dhe të selefit, edhe kur e gjen veten që nuk ka sinkron të mirë, edhe ka domethënë tronditje edhe tërmet në fetari, e gjen masonate domethënë që me hek dorë krejt. Kjo kurth për kurthave të shejtanit, e sidomos kjo ndodh tek njerëzit që kanë ngjyrosje. Qysh ngjyrosje? Domethënë, ti në shoqëninë tonë ti je i devotshëm, je ngjyros fuqishëm. Ki ngjyrosje dhe këtë bëjmë me gisht ka ty për devotshmëri. Edhe alhamdulillah që kemi rri. Ama edhe ti je njëri që mundesh me gabu. Edhe ti je njëri që mundesh me gabu. Njerëzit që kanë ngjyrosje të fuqishme me ilm, me ibadet, me takvalluk, me davet. Me bokta me gabu, shejtani shumë ja ulun çket loj. Ma diçka, ti davet kur mos ban. Mos i rave ti mos ni di kan tek këshillu, se ti zjepër me këshillu. Pastaj ndodh doni situatë, domethënë që ndoshta ti je simboli i xhamisë që je i rregullt me xhamate, ndoshta me dhikrin e kështu me radh, nisëm ti i rregullt me bë dhikrin derisa të lindë dilli aknena e ditë këtë mëkat atë mëkat. Le krejt. Jo, kjo kurthi i shejtanit. Kështu që kjo realisht meriton mu shpjegu pak më kadal, sepse domethënë është një prej gjonave që e kena vënë domethënë në terren, shumë tri devijojnë pikë kësaj se nuk dinë me menaxhu rënien. Ai ka gabu sahabia, apo që më pasor neve më ne pas kallzu çat gabimin ne kishim qit me njëherë për mezhlisit. Rasulullah ka thonë, a erdha, mora avdes, a ecë për xhami, a falë me neve, Allah të falë, të hec, vazhdo. Kjo është me menaxhu. Jo me mu relaksun gjinoa, mu menaxhu derisa të vishte, non sa të kthehesh edhe një herë te autoudha jote, domethënë e gjon. Për fund e shënon Imam Ahmedi dhe Abu Davudi që albumit thotë hadithi sahih për Abdullah ibn Abbasit, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pi duave që ka pas, është lutë Allah azza wa jall wahdini wa yassir hudaya ilay, o Zoti jam, udhëzom edhe lehtësom udhëzimin. Është shumë e rëndësishme. Domethënë, edhe me mshtin udhë, edhe me ma mundsu mi kuptu, po edhe këtë konceptin e udhëzimit me ma bë të lehtë. Edhe që kjo tema pika 10 është pjesë e kësaj lutje që do të më pasë. Domethënë, momentet e dobësimit lehtësom o Zot ç'më kthy. Momentet e mjegulla, më mëso Zot lehtësisht domethënë me arte te qendra e kthimit edhe rrjedhimisht domethënë pastaj me vazhdu elos Allahu azza wa jall me na rrit devimit, me na sforcua edhe me na bot rrënjosur udhëzimin ton rrugën e Allahut, edhe me na mor shpirtin me një udhëzim i cili rezulton me xhenetin Firdaus. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.